Pra vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall përzgjodhi nga gjithë viti ditët më të bekuara, më të shenjta, më të mëdhëruara, më me vlerë dhe më të dashura tek Allahu Azza wa Jall janë ditët e para të Dhul-Hijjës. Si thot Ibn Qayyim se netët më me vlerë janë dhe netët e fundit të Ramazanit, ndërsa 10 ditët më të bekuara janë 10 ditët e para të Dhul-Hijjës. A transmeton Ibn Abbasi radiallahu anhu, i cili thonte pejgamberi Allahut, s'ka ditë çka vepra më madhore, më e dashur tek Allahu Azza wa Jall as se sa këto 10 ditë. Pra vëllezër të ndershëm, këto 10 ditë janë garat më të mëdha. Këto janë finalet që Allahu Azza wa Jall ka hap mirë, po para se të flasmi se cilat janë veprat më të preferuara që të veprohen këto 10 ditë, vëllezër të ndershëm, është mirë që të dim përse Allahu i përzgjodhi këto 10 ditë, cila është urtësia dhe i kemeti pse këto 10 ditë janë të bekuar. Pra vëllezër të ndershëm, historimin e njerëzimit, si thot Ibn Taymija, mes dorimit, sakrificës dhe fitores janë përmbledhur në këto 10 ditë. Gjithashtu vetëm këto ditë kanë mundësi që të përmbledhen, të bashkohen shtyllat e Islamit, ku pejgamberi Allahu na tregonte se Islami përbohen nga 5 shtylla. Shtylla e parë është shahadeti që thonte pejgamberi Allahut, fjala më e mirë që e kam thonë unë dhe pejgamberët e mëparshëm, dëshmia. Fjala më e mirë që e ka thonë pejgamberi Allahu dhe pejgamberët e mëparshëm në veçanti këto 10 ditëve. Gjatë këtyre 10 ditëve, në veçanti ditën e Arafatit, s'ka dhikr më me vlerë tek Allahu Azza wa Jall se sa dëshmia. A dini përse vëllezër të ndershëm se bashkë në tokat e Arafatit Allahu Azza wa Jall ka marrën besatimin nga njerëzimi. Pra Allahu Azza wa Jall ditën e Arafatit gjatë këtyre 10 ditëve, në përmbylljen e këtyre 10 ditëve, ditën e fundit të këtyre 10 ditëve, Allahu ka marrë besatimin nga mbar krijesat. Pra gjatë këtyre 10 ditëve ne ka nxjerrë Allahu që gjithë shpirtat dhe ka dëshmuar për madhrinë e tij. Ka dëshmu Allahu Azza wa Jall. Allahu ka marrë një besatim nga njerëzimit se kush është Zoti juaj, kush është që e meriton adhurimin, kush është Zoti juaj. Të gjithë pohuan dhe thanë, ti je Zoti jon. Tha, pra dëshmoni, mos dilni ditën e gjykimit dhe të thoni dhe të pohoni se ne nuk kemi qenë të informuar. Ditën Arafatit vëllezër të ndershëm ka ndodhur kjo ndodhim madhore, që thot Ibn Abbasin tokën Arafatit për këtë arsye haxhiler të borin rroktimin e madh. Dhe thot pejgamberi Allahut se haxhi është Arafat, çdo se ka mundësi të kompensohet në elementet e haxhit. Përveç se Arafati s'ka kompenzim, pra shtylla e haxhit është Arafati, nga se duan të dalin në të këtë tokë dhe të ripërtërin dëshmin që ja kanë thonë Allahut Azza wa Jall. Pra thonë të pejgamberi Allahut fjallën më të mirë që e kam pohu, që e kam thonë unë, dhe gjithë pejgamberët e mëparshëm që kanë qenë para meje, fjalla la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo janë dëshmia që Allahu Azza wa Jall ka marrë gjatë këtyre ditëve. Ndodhit madhore kanë ndodhur gjatë këtyre ditëve, thua disa transmetime se ditën e parë të Dhul-Hijjës Allahu Azza wa Jall ka pranuar pendimin e Ademit alayhis salam. Në ditën e ditë të këtyre Dhul-Hijjëve Allahu Azza wa Jall pranon duan e Zekerias alayhis salam. Motivim për ata që nuk kanë realizuar kërkesa e tyre. Kanë rastin që gjatë këtyre ditëve t'i lutën Zotit tyre si që lutë Zekeria alayhis salam, pasi që shpresët ishin thuajse zero. Megjithatë Allahu Azza wa Jall jo që ju përgjigj Zekerias alayhis salatu wassalam, mirë po Allahu e nderoi me fëmijë Yahya alayhis salam dhe e përzgjodhi që të jetë pejgamber i veçantë, i vetmi pejgamber që a dekoru dhe a shpall si pejgamber në moshën 40 vjeçare. Është vetëm Yahya alayhis salatu wassalam dhe i vetmi pejgamber që Allahu ja ka përzgjedh emrin Allahu para se të lindash Yahya alayhis salam. Pra dhe Isa alayhis salam, edhe pse ka folë në gjep, nuk ka qenë pejgamber prej fëmijëri, përveç se Yahya alayhis salatu wassalam
Pra Allahu e ka përgjigj doan e Zekerias a.s. gjatë këtyre ditëve. Dhe thua disa transmetime, Allahu Azza wa Jall në ditën e 3 të Dhul-Hijjas, Allahu Azza wa Jall e ka shpëtu Yunusin a.s. dhe ja ka ek gjithë mrengat që u gjinte në gjendjen katastrofale. Pra ti që gjindesh në gjendje dhe ke probleme dhe nuk i gjithë zgjedhje, po kjo është ilaçe që Allahu Azza wa Jall na ka përbrum Kur'ani Kerim dhe na ka tregu për Yunusin a.s. i cili thot Allahu Azza wa Jall në Kur'ani Kerim: "Walaula annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun." Yunusi a.s. mos ke qenë nga ata që e madhrojnë Allahun Azza wa Jall, do të kishte ndruar në barkun e peshkut deri në ditën e Kiamet, deri ditën e ringjalljes. Mirë po Yunusi a.s. çfarë dëshmoi dhe çfarë tha? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Pra Yunusi a.s. e tha fjalën më madhore, më të lartë, më të dashur tek Allahu Azza wa Jall, fjala la ilaha illa Allah. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jall ka kriju njerëzit dhe xhinat. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jall ka dërgu pejgamber. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jall ka zbrit libra. Për këtë fjalë Allahu ka kriju xhennet dhe xhenem. Për këtë fjalë Allahu Azza wa Jall ka kriju peshore që peshohen veprat në bazë të kësaj fjale, dhe njerëz shpërblen ditën e gjykimit në bazë të kësaj fjale, apo ndëshkohen në bazë të kjo fjale. Pra fjala la ilaha illallah, siç tha Nuhi a.s. para se me vdekën vëllezër të ndershëm, ja lën tasamet djalit vet, tha o Miriam dëgjo, tha sikur toka dhe qiella të bashkohen dhe të bojnë në një kut, në një rreth, në një hallk, dhe të vjen fjala la ilaha illallah, s'kan mundësi kjo hallk të reziston para fjalës la ilaha illallah. Në këtë ditë vëllezër të ndershëm, që transmetohet Nuhi a.s. Allahu Azza wa Jall i bënanie ditën e 4, siç transmetohet me disa transmetime se Nuhi a.s. ania nuajt ndalen në vendin Gjodi në këto 10 ditët. Në këto ditë vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall e përmbillën Allahu Azza wa Jall adhurimin e Musait a.s. ku Allahu thot në Kur'ani Kerim se obligua Musajin që ta agjeron 30 ditë, e pastaj ja plotësua me 10 ditë që të komunikon me Allahun Azza wa Jall, dhe Allahu që dorëzon Teuratin Musait a.s. apo të komunikon direkt me Allahun pa ndërmjetësues në fund të këtyre 10 ditëve. Dhe thuat me disa transmetime se gjatë këtyre ditëve, ditën e 3 të këtyre Dhul-Hijjas, ka lind Isa a.s. mrekulli prej anës Allah. Dhe mrekulli që kanë lind gjatë këtyre ditëve vëllezër të ndershëm, mrekulli është Isa a.s. i cili ka lindën pa prindër, dhe Musa a.s. ka lindën ditën e 4 apo ditën e 5 të Dhul-Hijjas, ku Allahu Azza wa Jall na tregon se ka bo mrekulli dhe për Musajin a.s. që e ka shpëtu nga Firauni, jo vetëm që e ka shpëtu, mirë po Allahu Azza wa Jall e ka nënshtru Firaunin që qëtë kujdestar, që ta financon dhe ta rrit Musajin a.s. dhe ki fëmijë të bëhet një ditë të rritë dhe tja për mbis pushtetin ati që ki shfrik Firauni a.s. Pra në këto ditë ka ndodhë mrekulli të shumë të vëllezër të ndeshëm, vetëm neve na tregohen për ti mrekulli, e mos flasmi për atë që cilën këto 10 ditë thuaj se a përmbillën jeta ati të cili ka sakrifiku më shumë për Allahun Azza wa Jall. Ibrahimin a.s. në këto 10 ditë e kanë përfundu ndërtimin e Kaabës. Ismaili a.s. bashkë me Ibrahimin dhe ju kanë lutë Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall këtë lloj ibadeti Allahu që ja pranon gjatë këtyre 10 ditëve, dhe ditën e 8 që fillon ritmi apo adhurimet e haxhit. Kja sekreti vëllezër të ndershëm që lidhet me babën e pejgamberëve Ibrahimit a.s. ku Allahu Azza wa Jall ditën e 8 ja shfaq në ëndër
Ibrahimit alayhis salatu wassalam që urdhënohet prej anës Allahut që ta ban djalin e tij kurban, dhe Ibrahimi alayhis salatu wassalam ditën e Arafatit e shqirton ëndrrën e tij, pra e vërteton ëndrrën e tij ku i shfaqet kohen përsërish Allahu azza wa jall e urdhon, dhe Ibrahimi alayhis salam nuk e vonon po ditën e Kurban Bayramit, e rrezon djalin e vet Ismailin për t'u përgjigj Allahut azza wa jall për të bërë kurban, dhe në ditën e ditën më madhështore tek Allahu azza wa jall, Allahu azza wa jall ditën e Kurban Bayramit, Allahu azza wa jall e shpëton Ismailin dhe neve na i ban simbol të kësaj sakrifice të madhe që bether ditën e kurbanit një kurban. Pra vëllezër të ndershëm, në këto ditë ka ndodhur një ngjarje madhore ku Allahu azza wa jall në ditën e Arafatit Allahu i përmbyll nimetet begatit e tij, ku Allahu azza wa jall e përmbyll dhe librin e fundit. Pra thash Allahu azza wa jall në fund ka përzgjedh çka nuk ka zgjedh në fillim. Parat Allahu e boni më të lartë, më të përzgjedhur, më të mirë pejgamberin Allahu nga sa pejgamberi i fundit, dhe Kur'ani Kerimin e Allahu azza wa jall e boni mrekulli të pavdekshme nga sa libër i fundit. Për këtë arsye Allahu e plotsoi ditën e Arafatit me një ajet që e zbriti Allahu azza wa jall ditën e Arafatit pas namazit të ikindis, ku pejgamberi Allahut ishte hipër në deve, ku Allahu azza wa jall ja zbriti këtë ajet dhe tha: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot on e plotsova begatin time ndaj jush dhe i plotsova begatit dhuratat e mia ndaj jush, dhe islamin fe tuaj e përzgjedha, dhe mur Allahu azza wa jall përsipër në ditën e Arafatit që Allahu azza wa jall ta ruan këtë fe, Allahu azza wa jall të kujdeset për këtë fe deri ditën kur Allahu ka vendosur që të ekziston kjo fe. Pra këto ditë vëllezër të ndershëm janë ditë madhore për atë Allahu azza wa jall në këto ditë, jo vetëm që ka blejan Allahu azza wa jall shpirtat e njerëzve, po Allahu azza wa jall në këto ditë i ka blejan e me çmim të lartë dhe frimarja të njerëzve.